Jozi publikon foto me babain e stresit, çfarë ndodhi mes tyre. Një zhvillim i papritur duket se ka shënuar një kthes në marrëdhëniet e tensionuara me stresit dhe Jozefin Markut. Jozi publikoi në Instagram një foto nga një drek, ku shihet pranë Sali Lushajt, babait të stresit. Ky takim vjen pas muajsh konflikte dhe deklaratash publike mes dy reperave, përfshirë edhe episodin pas daljes së Jozit nga Big Brother VIP Albania. Duke komentuar rreth drekës, Jozi tha: "Bëhet fjalë për një drek të veçantë mes miqve tanë të përbashkët. Nuk kam asgjë të keqe me stresin. Ai ka angazhimet e veta dhe unë të mijat. Por gëzojmë respektin për njëri tjetrin dhe për familjet. I urojmë çdo të mirë kudo në jetë." Ky takim vjen në një kohë kur marrëdhënia mes dy reperëve ka qenë plot luhatje. Edhe pse më parë qarkulloi një video ku të dy dukeshin së bashku dhe Jozi i kërkonte stresit ta puthte, sugjerimi për paqe u hodh poshtë shpejt. Stresi më pas se sqaroi se puthja nuk ishte miqësore dhe paralajmëroi se nuk duhej gabuar me të, duke shkaktuar reagime të forta. Takimi i fundit i Jozit me babain e stresit interpretohet si një sinjal i qartë për paqe, një përpjekje për të normalizuar raportet dhe për të ulur tensionet publike mes palëve, duke treguar respektin e duhur edhe për figurat e familjeve të tyre.